Ishte kjo edicioni i lajmeve të mëngjesit, ndërsa ne ndojme dhe informatat të tjera. Sot e kemi njësë javën bashkë me Besqanën edhe do t'i ndojme dhe disa kuriozitete po ashtu, po në anën tjetër do të flasim edhe për ngjarjet që karakterizojnë këtë ditë. Mirëmëngjesi Besqanë. Mirëmëngjesi Agnese për ty, edhe shpresoj që këtë muaj ta kesh nisur mirë, apo ashtu edhe shikuesit, kemi marrë shumë shpejt në muajin dhjetor, shumë shpejt ka shkuar ky vit, andaj shpresoj që edhe fundvitin patjetër gjithë shikuesit me pas sa më të mirë edhe ditën sot, sepse sot ditën e patëm pak më të mirë, sepse temperaturat ishin goxha të ulta mirë, po prapë diellin e patëm në kryeqytet, sepse rrugës ishte me shumë mjekull, andaj kujdes ju që vozitni. Po ashtu dhe gjobat kanë fillu edhe kamerat e sigurisë gjithandej do të gjobat tashmë do të vinë edhe në derë të shtëpisë, kështu që edhe në qoftë se nuk shohim policë rrugës, mos mendoni që s'ju kanë pas, se janë tuna pa. Po shpresojmë fakt që me funksionu kjo preventiv, nuk e di a funksionon ajo mirë, po shpresoj që secili prej nesh sadopak me ngrit vedijen edhe me ditë që jo vetëm ndoshta vetë mundemi bëdami, po edhe dikujt tjetër. Agnes, jam sot këtu për me i tregu disa nga ngjarjet kryesore të ditës, pa ashtu dhe disa kuriozitete. Po filloj pra me ngjarjet e ditës, me qenë se edhe shikuesit ndoshta edhe janë të interesuar me ditë se çka do të ndodhë sot në Kosovë, megjithatë e dinë gjithmonë në shportali Koha.net ku informohen për lajmet e ditës. Në orën 9 kemi ngjarjen e parë, ku është hapja e shkollës dimërore e Bashkimit Evropian, në një nismë që mbledh së bashku ekspertë ndërkombëtar vendimarrës në punës civil dhe studentë të rinj për të trajtuar temën qendrore të këtij viti. Më pas po ashtu kjo ngjarje do të mbahet në kampusin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Në orën 10 është ngjarja e dytë, ku me rastin e shënimit të ditës botërore të AIDS 2025, Ministria e Shëndetësisë bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës do të mbajë kryesë rrumbullakët më 1 dhjetor, pra ditën e sotme. E dini që vitin e kaluar kemi pasur edhe një lidhje direkte ku me të vërtet kanë qenë disa shifra alarmante ku çdo vit pra rritet edhe numri i të prekurve me SIDA AIDS, andaj duhet me pas kujdes, duhet me marrë preventiva paraprakisht, ndërkohë dhe duhet sa më shumë qytetarët të vedisohen se çka do të thotë kjo sëmundje edhe se si mund të përhapet. Me të vërtetë është një sëmundje ndoshta e rrallë, mirë po gjithsesi prapë numrat janë gjithmonë në rritje dhe kjo është shumë shqetësuese. Sepse më pas trajtimi është shumë i madh, sepse ka disa persona që fare nuk tregojnë, pra dhe nuk shkojnë ndoshta të kërkojnë ndihmë tek doktori për shkak të tabuve të cilat janë në vendin tonë, mirë po më mirë është që të shërohemi se sa të jemi bartës i kësaj sëmundje te dikush tjetër. Në orën 10 më pas është ngjarja tjetër, ku bëhet takimi 279 i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe kjo si gjithmonë bëhet në ndërtesën e Këshillit Prokurorial. Këto për momentin janë ngjarjet të cilat vetë janë të pararremuara për ditën e sotme. Ndërkohë po dalim në diçka tjetër, në kuriozitetet e ditës, unë i kam zgjedhur sot 3, edhe secila ishte interesante në mënyrën e vet. Një të cilën e kam është muzika lehtëson operacionin dhe po ashtu përshpejton edhe shërimin. Muzika në fakt mendoj që shëron gjithçka, edhe kur jemi të mërzitur ndonjëherë edhe në disponim të mirë nuk jemi, andaj muzikën e kemi ndoshta si mënyrë më të mirë që me të kalu atë situatë edhe mërzin themi. Mi po që sipas një studimi të fundit del që edhe personat të cilët vetë janë duke hyrë në operim ose ndoshta edhe pas saj në qoftë se kanë dëgjuar një muzikë të lehtë, kjo ndihmon jo vetëm që operimin ta kalojnë sa më lehtë edhe që të jenë më të qetësuar, mirë po edhe rikuperimi më pas do ta kenë shumë më shpejt. Ky studim është bërë tek 56 pacientë, të cilët kanë qenë të moshës 24-45 vjeç, të cilët ju kanë nënshuar një operacioni për heqjen e fshikses së thëmthit dhe ata kanë treguar që kanë dëgjuar më pak zhurmë gjatë operimit, sepse edhe pse ndoshta mendojmë që jemi në efektin e anestezionit, megjithatë disa edhe i ndjejnë dhimbjet, disa edhe i dëgjojnë edhe zhurmat përderisa në vetdije mbajnë mend diçka, po mbahet edhe mënyra se si kanë hyrë në operim. Pra, siç themi edhe ne, po besoj që ata ndoshta që kanë hyrë në operim, ashtu siç hyn në operim, ashtu edhe kimë dalë. Ndoshta nëse kemi me një mendim të keq, ashtu kimë dalë. Nëse kemi disponim mirë, ashtu edhe ka me përfundu. Mirë po me të vërtetë që notat muzikore edhe një muzikë e qetë ndihmon shumë në operimi që më shku sa më lehtë, po ashtu edhe rikuperimi më pas do kenë një periudhë shumë të shkurtër. Andaj dëgjoni muzikë sa më shumë. Kjo edhe në raste kur nuk kemi, do të thotë edhe ndërhyrje është shumë më mirë, theksoj edhe Besqana edhe në fillim. Do të thotë ka ndryshim edhe në disponim edhe gjithçka tjetër. Agnes, nuk di nëse të kujtohet edhe para disa muajve kemi diskutuar pikërisht një kuriozitet të tillë, që disa persona që kanë qenë të moshës shumë të shtyrë, mirë po që kanë ditë me kitar, pra me lujt, kanë hyrë në operim të trurit duke luajtur me kitar. Edhe kjo kanë ndihmuar atyre që me qenë shumë aqet, edhe operimi ka shkuar shumë
Për shkak se dhe ata janë fokusua që të kënotat muzikore, të luajtja instrumente, edhe nuk e kam pas vëmendjen të operacionit që ka pëndodh, apo me i dëgju doktorët e tutje. Po ashtu ndoshta do tjetë edhe ma mirë edhe për doktorët, që do ta kenë situatën dorë edhe ketë ma qetë. Edhe me muzikë, gjithë shka me të vërtit që është shumë alit. Një tjetër kuriositet që e kam gjetë për sot është që shkencëtarët po besojnë që e kam dëgjuar disa vetëtima në Mars, në planetin Mars. Edhe pse disa herë është diskutuar çështja e planetit Mars që ka gjasa që të para disa viteve atë është bërë një jetë, pra sepse janë gjetur disa gjumë të ndryshme të cilat kanë qenë ndoshta të dyshimta edhe që në tokë nuk ekzistojnë ato, mirë po tashmë ato janë regjistruar disa zhurma të cilat tregojnë vetëtima të cilat kanë ndodhur her pas here e pikërisht në kohën kur atje ka pasur erë edhe një pluhur që është i zakonshëm në planetin Mars. Sipas ekipit të shkencëtarëve ato janë analizuar gjatë 28 orëve incizime në mes të 2 viteve marsiane, që i bie 1374 ditë të tokës, dhe ata kanë treguar që janë dëgjuar 55 raste të mini vetëtimave. Kjo dëshmon edhe një herë që atje mund të ketë pra një jetë tjetër, andaj kështu që edhe patjetër këto hulumtime do të sofistikohen në të ardhmen, sepse këto dyshime çdo herë edhe më shumë përshkojnë duke u besuar nga shkencëtarë të ndryshëm. Edhe pse në fakt kanë qenë disa atje për një vizitë të shkurtër të themi të shkencëtarëve, mirë po që patjetër kjo tregon edhe një herë që jeta vetë se ka ekzistuar dikur më parë, ndoshta nuk i dihet edhe në të ardhmen mundet me qenë ngjashëm, sepse më parë para disa miliarda vjetësh besohet që ka pasur atmosferë edhe ujë të trosh pikërisht në atë ambient, mirë po që tashmë është një shkretëtirë edhe një pjesë e thotë e tokës themi, sepse ashtu vetë e vendit po, e hapësirës aty. Kështu që kjo është një zbulim i fundit i cili është regjistruar pikërisht nga disa mikrofon të NASA-s të cilat i ka dërguar atje dhe që patjetër po besoj që pas këtij lajmi edhe shkencëtarët do të vazhdojnë tutje dhe ulëmtimi më shumë do ta zhvillojnë në këtë planet. Prej këtyre kurioziteteve, ju mundën me gjetë pastaj edhe në portalin Koha.net, ku këto përditësohen, mundën me marrë edhe lajme të tjera, ju vetëm prej kurioziteteve, por ju e dine edhe për gjithçka se çka ndodhë në botë, por edhe në Kosovë. Edhe një tjetër të fundit e kemi Agnes, edhe është shumë interesante dhe po besoj që e kam pa shumica për shikuesve tashmë, sepse është bërë shumë virale në rrjetet sociale. Një person i cili është veshur, është maskuar si ëma e tij, që ka ndodhur në Italinë Veriore, edhe që nuk ka treguar tek autoritetet që nëna e tij vetë se ka ndruar jetë disa vite më parë, mirë po ai ka vazhdu me shku me marr pensionin e saj, edhe që autoritetet deri më tani nuk e kanë zbulu. Pra ka përfituar nga pensioni. Në fakt kjo gjë, ky fenomen nuk ishte edhe shumë i pazakontë në Itali, po ndodh shumë shpesh, kish pas edhe më herët të arrestuar pikërisht të cilët nuk kanë tregu që prindi i tyre kanë ndëruar jetë, kanë vazhduar të marrin pensionin, megjithëse që në Itali e kanë pensionin shumë të lartë sepse tek nuk ja vlen mundi as maskat edhe as asgjë tjetër. E vërtet. Bëhet fjalë për një 57 vjeçar, i cili profesioni i Graziella Dal Oglio, i cila ka vdekur në vitin 2022 në moshën 82 vjeç, dhe që tashmë pra sipas policisë të autoriteteve të atjeshëm, deri më tani nuk është zbuluar, sepse ai ka shkuar ta marrë pensionin si çdo herë. Ndërkohë, kur i ka skaduar pjesa e letërnjoftimit apo kartës së identitetit, është dashur që patjetër gruaja të shkojë edhe ta bëjë të rion. Ndërkohë, kur është bërë ftesa, zotëriu ka shkuar me veturë deri atje, ka qenë i maskuar dhe që përderisa është bërë fotografimi, personi zyrtari i cili ka qenë vetë duke punuar atje, ka vretur disa ka pasur dyshime në duar të cilat patjetër burrat i kanë pak më të trasha, më ndryshe, ndërkohë edhe pak qime në mjekër, edhe pse ai ka dashur që të maskohet në mënyrë që të mos vret fare, mirë po megjithatë disa edhe ka mundur me vret. Aty janë ngritur dyshimet e para. Edhe që ai zyrtari në fjalë e ka lajmëruar rastin në polici, më pas kur ishte bërë ftesa që të vijë direkt aty, ai ka shkuar me veturë. Edhe sipas kamerave të cilat vetë janë nxjerrur, gruaja asnjëherë nuk ka pasur më herët një leje, një patent shofer themi, mirë po që në këtë rast djali vetë e ka shfrytzuar, ka dashur me shku tamam, ka menduar që vetëm në objekt brenda shihet dhe mirë do të shihet, po, sepse në kamerat e sigurisë nuk i ka shku fare mendja që edhe mundet të ngritën dyshimet për të. Mirë po me të vërtetë që ngjashmëritë me nënën e tij kanë qenë shumë të mëdha. Edhe në fotografitë të cilat vetë se kanë rrjedhur, ka një ngjashmëri të atashme me nënën e tij, edhe pse në fakt është burr, mirë po që maskimet të cilat i ka pas shumë të ngjashme. Andaj tashmë ai është arrestuar patjetër.
edhe që akuzohet për fshehjen e një kufome, mashtrim kundër shtetit, imitim të identitetit dhe falsifikim të një dokumenti publik sipas autoriteteve. Sepse unë pas autoritetet do të xhobitet apo do të marrë dënim për vepra penale. Patjetër se do të jetë i burgosur, jo vetëm që do ta marrë një xhop, sepse autoritetet mbas kanë shkuar në shtëpinë e gruas në fjalë kur me se më pas është dyshuar që mund të ketë diçka me të, dhe që e kanë gjetur në dollapët e shtëpisë, dhe që djali i saj e ka nxjerrë lëngun e trupit me një shiring në mënyrë që të mos dekompozohet pra aty, edhe që ka mbetur ashtu. Edhe tashmë është që si temi, tashmë vetë se dëshmohet që gruaja ka vdekur disa vite më parë, por që patjetër se është duke u bërë autopsia. Gjatë këtyre vjetëve ajo ka shfrytzuar situatën. Po, është duke u bërë edhe autopsia me pretendimin se nuk dihet ende se si ka vdekur, ndoshta edhe mund të jetë qëllëshme nga ana e djalit vetëm për të përfituar të hollat e tëmës, mirë po që patjetër tashmë autoritetet janë në proces të sipër, por që burgun ta ketë të sigurt. Vjen mirë që raste të tilla në Kosovë nuk ka, jo vetëm për shkak të shumës të pensionit që ne edhe pak shako, cilën e marrën, po në anën tjetër ne jemi të lidhur më shpirtërisht, sidomos me prindërit, me gjyshërit në anën tjetër, edhe kemi respekt edhe dashuri edhe derisa janë gjallë, pastaj edhe tutje. Edhe kjo e vërtet, edhe jo për me marrë, ndoshta për me pas ashtu në nevojë, kështu që këto raste që ndodhen tjenë sa më larg Kosovës. Dorojmë mos i dëgjojmë askund tjetër, për shkak se është e dëmshme, padyshim edhe në qoftë se ka vdek, sidoqoftë secili meriton me u pushu qetë. Po shpresoj në fakt. Ndoshta edhe Agnesë këto rrjetet sociale tashmë edhe pikërisht shpërndarja e cila bëhet kudo nëpër media është më e madhe edhe ne i kuptojmë këto. Unë mendoj që gjithmonë kanë ekzistuar të tilla raste, por që tashmë patjetër janë shumë të titra dhe ne këtu po e diskutojmë. Edhe raportohen krejtësisht. Po, gjithkohë. Zotja, faleminderit shumë për këtë bisedë, kënaqësi që u takuam, ndërsa ne tani kalojmë tek një material tjetër.